Të nderuar antarë të familjeve të heronjve të kombit, të nderuar veprimtar e bashkëluftëtar, të nderuar veteran, i nderuar i Zoti Uli, të pranishëm, mirë se keni ardhur në këtë tubim përkujtimor. Mirë se keni ardhur në këtë ceremoni modeste përmes së cilës shoqëria Lëvizja bashkë me ju duam të shënojmë 35 vjetorin e demonstratës dyjavore të mbajtur në Gjenevë nga 19 maj deri me 2 qershor të vitit 1990. Natyrisht, sikurse gjithmonë, edhe sot 35 vjet më vonë, dëshirojmë të falenderojmë dhe të përgëzojmë organizatorët dhe të gjithë pjesëmarrësit, të cilët ishin zë i fuqishëm i popullit të robëruar shqiptar, që atë kohë jetonte në okupim dhe represion sistematik nga regjimi okupues serb. Për 2 javë rresht, Gjeneva ndërkombëtare ka qenë dominuar nga shqiptarët, të cilët përmes kësaj proteste masive synonin të njoftojnë opinionin ndërkombëtar, organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe agjencitë specializuara të saj me selinë në Gjenevë për terrorin shtetëror që ushtronte regjimi okupator serb kundër popullit shqiptar në Jugosllavi. Shumë pjesëmarrës të kësaj demonstrate gjatë luftës lirimtare i lanë të gjitha obligimet e tyre dhe i ngjeshën radhët e ushtrisë shërimtare të Kosovës për të luftuar për liri e çlirim të atë dheut. 10 prej tyre ranë në altarin e lirisë, prandaj për të nderuar ata dhe të gjithë dëshmorët e kombit, ju ftoj që të mbajmë 1 minutë heshtje. Lavdi. Të nderuar të pranishëm, për të folur rreth rrethonat politike e socioekonomike, për gjendjen e popullit shqiptar, për rolin dhe rëndësinë e kësaj demonstrate, e ftoj ish antarin e kryesisë dhe njërin prej udhëheqësve kryesor të Lëvizjes Popullore të Kosovës në atë kohë, veprimtarin, politikologun e diplomatin Zotin Ramadan Avdiu. Ta merr fjalën. Të nderuar pjesëtarë të familjeve të heronjve, të dashur bashkëveprimtar, të dashur bashkëdhetar, të nderuar të pranishëm. Kombi ynë edhe në fillim të shekullit 20 vazhdoi të ketë fatin tragjik. Në rrethana dramatike për shqiptarët u shpall krijimi i shtetit të pavarur shqiptar, por 2/3 e territoreve dhe populli shqiptar u okupuan nga fqinjet ballkanik dhe pas konferencës së Londrës me 1913 ngelen të pushtuara. Pjesa më e madhe e tyre të pushtuara nga Serbia. Shqiptarët asnjëherë nuk u pajtuan me pushtimin dhe kur nuk rreshtën së luftuari për çlirim me bashkim kombëtar. Pavarësisht ndrymeve të regjimeve dhe sistemeve në Serbi përkatësisht Jugosllavi, pozita e shqiptarëve nuk ndryshonte. Ata mbaheshin në gjendje të okupuar, të diskriminuar, të shtypur, të dëbuar, të eksploatuar skajshmërisht, të privuar nga çdo drejtë politike, kulturore, ekonomike, sociale. Në mënyrë sistematike pushtuesit serbo-jugoslav u ardhatën përmes krimit të gjenocidit të shkatërrojnë shqiptarët si të tillë dhe të zhbëjnë qendjen shqiptare nga tokat e tyre të pushtuara. Pas demonstratave të pranverës së vitit 1981, fillon një periudhë intensive organizimit të rezistencës dhe luftës për liri. Krahas rritjes së rezistencës, shtoi edhe represioni dhe përndjekje të veprimtarëve dhe idealistëve, të cilët pushtuesi asnjëherë nuk mundi të ndalë nga rruga e lirisë. Vrasjet, burgosjet, dëbimet dhe ndjekjet e vazhdueshme të bartësve të rezistencës vetëm çka e shtonin motiven e tyre për të vazhduar luftën dhe e forconin besimin tek ta në fitore. Si rezultati për ndjekjeve politike dhe diskriminimit ekonomik, një pjesë e konsiderueshme e shqiptarëve ishin të detyruar të largohen nga dheu dhe të gjejnë streh e paqes sociale në vendet e Evropës perëndimore.
Pjesa e tërësisë sonë kombëtare që jetonte dhe punonte në Mërgim, me njerë pas demonstratave të pranverës së vitit 1981, në ndrejtimin e heronjve Jusuf Gërvalla e Kadri Zeka dhe bashkëpunëtorëve të ngushtë të tyre në Zvicër, Gjermani, Belgjik dhe vende tjera të Evropës perëndimore, këtu në Gjenevë me ndihmën e veprimtarëve si Kadri Abdullahu, Shoqëri Ukshini, Gafur Çala, Jupa Ahmeti, Jakub Halimi, Hasan Kadrive dhe tjerë, fillojnë të organizohen dhe të bëhen pjesë përbërëse e rezistencës në Kosovë dhe në viset e saja. Në këtë kohë, grupet e ndryshme adhetare që veprojnë në kundër pushtuesve u bashkuan dhe krijuan Lëvizjen për Republikën Shqiptare në Jugosllavi, më vonë Lëvizja Popullore e Kosovës, gjithsesi Lëvizja Popullore e Kosovës, e cila deri në vitin 1990 ishte organizata e vetme politiko-ushtarake që i kundërvijej në mënyrë të organizuar pushtuesve. Ishte bartëse e rezistencës aktive dhe aksioneve çlirimtare në Kosovë dhe vicet e saja, sikurse edhe në gjitha vendet e Evropës perëndimore. Në fund të viteve 80 të shekullit kaluar, regjimi serb i Miloševićit përmes agresionit kushtetues privoi Kosovën edhe nga ajo pak autonomi politike që kishte. Shqiptarët, kudo që ishin, reaguan masovikisht. Në Kosovë dhe në viset e okupuara, gjatë gjithë vitit 1989 deri në qershor të vitit 90, pati protesta dhe demonstrata masive kundër pushtuesve. Serbia, përmes dhunës, terrorit mizor, përpiqet të ndalonte protestat. Nga marsi vitit 89 deri në mars të vitit 90, në Kosovë, policia pushtuese serbe vrau 63 demonstrues dhe plagosi qindra të tjerë. Kishte edhe rezistencë të armatosur, që ishin shkëndijat e para të luftës çlirimtare, si në Podujev, në maj të vitit 89 kur vritet Ali Ajeti, apo në kodër të diellit në Prishtinë, kur me 2 nëntor 1989 në përleshje të armatosur me policinë pushtuese u vranë drejtues të lartë të Lëvizjes Popullore të Republikës Kosovës, heronjët Afrim Xhetia dhe Pari Fazliu. Në muajin mars 1990, Serbia masovikisht përdori helme kimike të luftës kundër nxënësve të rinj në shumë shkolla fillore të Kosovës, nga të cilat u helmuan mbi 3500 nxënës. Gjatë kësaj periudhe, edhe në vende të ndryshme të Evropës, u organizuan protesta dhe demonstrata që reflektonin gjendjen në Kosovë dhe kishin për qëllim të tërheqnin vëmendjen e opinionit ndërkombëtar për miqëzoritë që përdorte pushtuesi kundër demonstruesve pasorë shqiptar. Pati 10 demonstrata të organizuara në Londër, Paris, qytete të ndryshme në Gjermani, Zvicër, në Vjenë, në Romë, në vendet skandinave, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Madje demonstrata nga mërgata shqiptare, gjithsesi nga Lëvizja Popullore e Kosovës, u organizuan edhe në Australinë e Largët. Për të thelluar sensibilizimin e opinionit të institucioneve ndërkombëtare dhe për të denoncuar terrorin shtetëror serb kundër popullit të okupuar shqiptar, Lëvizja vendosi të organizojë demonstratë pa ndërprerje për 2 javë rresht para selisë së OKB-s në Gjenevë. Demonstrata 2 javore filloi me 19 maj dhe zgjati deri me 2 qershor të vitit 1990. Në ditën e parë, rreth 10.000 bashkëdhetarë të buan në stacionin e trenit dhe nga aty marshuan drejt selisë së OKB-s në Gjenevë, ku qëndruan për 2 javë mijëra shqiptarë. Për 2 javë qyteti ndërkombëtar të Gjenevës e kanë dominuar shqiptarët. I tërë qyteti ishte i veshur me ngjyrat e flamurit tonë kombëtar. Ishte kjo demonstratë e paparë deri atëherë në Zvicër. Sipas vlerësimeve të autoriteteve zvicrane, për 2 javë në këto demonstrata kanë marrë pjesë mbi 200.000 shqiptarë nga të gjitha shtetet e Evropës perëndimore. Vetëm ditën e fundit me 2 qershor të vitit 1990 është thënë dhe shkruar se në demonstratë kanë marrë pjesë rreth 70.000 shqiptarë. Sipas vlerësimeve të autoriteteve zvicrane, për 2 javë demonstrata e organizuar nga Lëvizja Popullore e Kosovës është mbështetur nga të gjitha degët e partive politike që filluan të krijohen gjatë vitit 1990, si dhe nga shumica e shoqatave kulturore aktive që funksiononin në Zvicër dhe në vende tjera të Evropës. Demonstrata 2 javore në Gjenevë sensibilizoi opinionin ndërkombëtar dhe u pasqyrua në shumë mjete të informimit masiv dhe si të shkruar ashtu dhe elektronik, jo vetëm në Zvicër, por në shumë vende të Evropës perëndimore. Nga institucionet ndërkombëtare kërkohej që të krijohet një komision hetues ndërkombëtar që të hetojnë dhe dënojnë gjenocidin serb kundër shqiptarëve, si dhe të ndikojnë që çështja e shqiptarëve në Jugosllavi të zgjidhet drejt si kusht i domosdoshëm për ruajtjen e paqes në Ballkan.
Kjo demonstrat ishte motivim për të shtuar rezistencën në Kosovë dhe viset e saja. Nga Kosova u dërguan në Gjenevë veprimtari Ramiz Ladrovci për të dhënë mesazhin se bashkëdhëtarët janë pjesë e pandashme e luftës sonë dhe me aksionet e tyre i motivojnë veprimtarët dhe radhët e lëvizjes në Kosovë për të vazhduar rezistencën dhe luftën për liri. Insistimeve dhe përpjekjeve të popullit tonë që përmes formave të protestës paqësore të realizojmë idealet tona të lirisë, çlirimit të demokracisë, regjimi poshtues serb ju përgjigj me dhunë terror. Kjo formë domosdoshmërisht imponoi që edhe ne të ngrisim shkallën e organizimit dhe të shkojmë drejt krijimit të strukturave ushtarake dhe përmes kryengritjes armatosur të realizojmë synimet tona. Si rezultat i përpjekjeve dhe angazhimit të pandërprerë antipushtues, vjen krijimi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila me përkrajën e popullit, mbështetjen e parasirë të Mërgatës dhe mendimin e aleatëve të NATO-s, arriti ta çlirojë Kosovën dhe të hapë një kapitull të ri për vendin tonë, kapitullin e lirisë, demokracisë dhe të shëndërtimit. Të nderuar pjesëmarrës, sikurse demonstratat në Gjenevë, ashtu edhe demonstratat e shqiptarëve gjithandaj globit, nuk ishin ngjarje të izoluara. Ato ishin pjesë e zinxhirit të rezistencës dhe luftës sonë që e lidhnin Mërgatën me vendlindjen, që japnin zë vuajtjes dhe shpresës së popullit tonë për çlirim e bashkim kombëtar. Sot, 35 vjet më vonë, përulemi me nderim para të gjithë atyre që sakrifikuan gjithçka për idealin e shenjtë të lirisë. Kujtojmë me respekt dëshmorët e viteve 89-90 dhe mira dëshmorë të tjerë që u flijuan në luftë për liri. Kujtojmë me krenari ata që protestuan, organizuan, luftuan dhe ndërtuan këtë të sotme. Detyra jonë sot është të ruajmë këtë trashëgimi me kujdes, ta kultivojmë unitetin dhe të vazhdojmë përpjekjet për të ndërtuar Kosovën shtet të fortë, të drejtë, të zhvilluar, të bashkuar dhe të integruar në familjen e popujve të lirë evropian. Lavdi dëshmorëve, nderim për të gjithë ata që mbajtën gjallë idealin e lirisë. Ju falenderit. Falenderojmë veprimtarin Ramadan Avdiu. Tani për një fjalë rasti, e ftoj kryetarin e nëndegës të shoqërisë Lëvizja për Zvicër, zotin Sejdi Gega, për të përshëndetur akademinë. Të nderuara familjet të dëshmorëve, veteranë të 3 emblemave të UÇK-s, i nderuar zoti Uli, të nderuar të gjithë pjesëmarrës. Të bindur se me këtë akademi, duke paraqitur veprimtarinë shumë vjeçare të Lëvizjes Popullore të Kosovës, veçanërisht demonstratën 2 javore në Gjenevë të Zvicrës, 19 maj 1990 deri në 2 qershor 1990, ne shoqëria Lëvizja jo vetëm që po mbarojmë një detyrim moral ndaj të kalurës, por njëkohësisht dëshirojmë që përmes kësaj akademie shumë gjëra të ndriçohen, të jenë objektive dhe realiste me fakte të argumentuara para opinionit, sepse ja kemi borxh gjeneratave si antar të mbijetuar të Lëvizjes Popullore të Kosovës, si organizatorë dhe pjesëmarrëse në demonstratat që nga viti 1980. Dhe jo vetëm kaq, por edhe si promotor e shumë vendimeve dhe ngjarjeve të mëdha me rëndësi politike dhe historike. Unë jam i vetëdijshëm se në këtë akademi nuk mund të thuhet të gjitha ato që duhet të thuhen për Lëvizjen Popullore të Kosovës. Për ato afër 200 demonstrata të mbajtura në shtetet e Evropës dhe të botës. Që nga marsi, po do të flitet vetëm për demonstratat që nga marsi vitit 1990 deri në 2 qershor 1990. Të mbajtura 30 vite më parë pikërisht këtu në Gjenevë. Dëshira e Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës dhe antarëve të saj nuk u ndalen kur përballë okupatorit, por luftuan me dinjitet e trimëri dhe vetbesim të palëkundur, duke mbajtur gjallë shpresën e popullit për liri e pavarësi. Sot populli shqiptar brenda vendit dhe jashtë vendit po jeton lirinë të gjatë pritur. Në mars të vitit 1990, veçanërisht gjatë muajit prill, pas helmimit masiv të mëse 4.000 nxënësve dhe fëmijëve shqiptar nga kriminalet serb,
si çdo kund në Kosovë, e vizet e saj në udhëheqjen e lëvizjes për Republikën e Kosovës u organizuan dobime informative protestuese dhe demonstratat e fuqishme, të cilat po gjenin përkrajen e mira punëtorëve tonë gurbeqar, po gjenin përkrajen edhe nga shteti zvicran, të cilit jemi shumë mirënjohës dhe falenderus. Falenderojmë edhe ish aktivistin e Zvicrës, zotin Ulri, falenderojmë të gjithë familjet shqiptare që dhanë kontribut përmes ushqime dhe pijeve dhe falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit e demonstracës së vitit 1990. Gjatë kohës sa zhvillohen demonstratat dhe protestat, dolen 2 numra të buletinit të organit Zërit Kosovës. Gjatë gjithë kësaj kohës së demonstrimit protestus, nuk ndodhi asnjë eksces edhe më i vogël. Lëvizja Popullore e Kosovës dhe demonstruesve ju drejtuan me 10 letra. Përshëndetje e telegrame nga të gjitha pjesët e Kosovës dhe viseve të saj, nga klubet e gurbeqarve, e personalitetet e veçanta të kulturës e të politikës. Për shoqërinë Lëvizja dhe anëtarët e saj nuk ka datë e përvjetor që kalon pa ndjesinë e mungesës së adhetarëve. Tani më dëshmor. Por gjithmonë me përulje dhe krenari për ata dhe për ish anëtarët që tani nuk janë fizikisht në mesin tonë. Ata ishin shembull i adhetarizmit. Tani janë drita udhëheqëse e brezave që vinë. Heronjve dhe dëshmorëve të kombit ja paqëm borxh respektin, dashurinë dhe përuljen brez pas brezi. Respekt dhe lavdi veprës së tyre, faleminderit për pjesëmarrje, faleminderit edhe Zoti Ulit edhe një herë për pjesëmarrje, sepse me pjesëmarrjen e tij na nderon neve dhe i nderon të gjitha ata dëshmorë dhe aktivistë që kanë ndihmuar për çështën shqiptare. Faleminderit edhe një herë. Që nga fillimi i vendosjes së mërgjimtarëve në territorin e Zvicrës, bashkëdhetarëve tanë ju afruar dhe ju ndihmuan miq zviceran. Ndër të parët që u mishkrua me komunitetin shqiptar në Zvicër dhe që nuk u ndal asnjëherë, sikur u bë njëri prej nesh, është miku i madh i shqiptarëve, zoti Uli Lojmberger. Ai shpesh herë ka qenë organizator dhe në balë të demonstratave dhe protestave që denonconin represionin, dhunën serbe mbi shqiptarët dhe që shprehte solidarizimin me popullin liridashës shqiptar. Shoqëria Lëvizja, për kontributin e tij të pandërprer për çështjen shqiptare në favor të luftës sonë për liri dhe në ndihmë të sinqert për popullin ton, i ndajmë një mirënjohje. Prandaj e ftojmë zotin Ramadan Avdiu që të ndaj mirënjohjen dhe Uli Lojmberger që ta pranoj atë. Pour toute contribution que vous avez donnée pour la liberté du peuple albanais, pour l'aide sincère de la communauté albanaise en Suisse, la société association Lëvizja a décidé de vous accorder une reconnaissance en signe de gratitude en vous remerciant pour tout ce que vous avez fait pour notre communauté et pour notre peuple. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. J'ai beaucoup de défauts. Un, c'est que je parle toujours pas l'albanais. Mesdames et messieurs, chers amis et amis, chers camarades, je suis profondément touché par l'honneur que vous me faites en m'invitant aujourd'hui et par vos mots de gratitude. Je suis particulièrement ému car je connais et je reconnais l'immense mérite des activistes et des combattants de la Lëvizja. En cette année marquante les 35 ans des manifestations sur la place des Nations devant l'ONU et des manifestations un peu partout en Europe, je tiens à rendre hommage
au formidable mouvement de lutte pour le respect des droits du peuple albanais, contre la répression sauvage et pour la liberté et l'indépendance de la Kosovo. Je me réjouis d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je reconnais de nombreux visages, certains marqués par de longues années de travail dur et de lutte. Je pense à toutes celles et ceux qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui, emportés par l'âge, la maladie ou tombés en combattant pour l'idéal qui nous rassemble. Je me souviens de ma première manifestation avec la communauté albanaise de Genève et de Suisse. Je crois que c'était en 1981 ou 82, une longue colonne partie de Plainpalais ou peut-être de la place des Alpes en direction de l'ONU à la place des Nations, avec des casquettes rouges ornées de l'aigle noir en scandant Kosova Republika. Depuis cette époque, je n'ai cessé d'être à vos côtés, soutenant avant tout une cause, le respect des droits du peuple albanais au Kosovo et dans les autres régions où vivent les Albanais. En parallèle, c'était aussi un combat syndicaliste au site, un combat en tant que travail social à l'EPER, puis comme conseiller juridique et social au Centre social protestant et à l'UPA, engagé pour vos droits de séjour, vos droits sociaux et tout simplement pour votre dignité. Le grand écrivain suisse Max Frisch écrivait dans les années 60 en parlant des immigrés: on a demandé de la main-d'œuvre et ce sont des hommes qui sont venus. Oui, ce sont des êtres humains venus dépiler le début des années 60 avec leurs espoirs, leurs rêves et leurs souffrances des terres peuplées d'Albanais dans l'ancienne Yougoslavie. Je tiens à rappeler que, car les plus âgés l'oublient parfois et les jeunes l'ignorent souvent, que les Kosovars et Albanais des autres régions ont vécu ici en Suisse des conditions de travail, de logement et de vie souvent très dures, imposées par des employeurs et un État suisse sévère et souvent discriminatoire, alors qu'ils donnaient tout leur labeur pour la prospérité de la Suisse et pour soutenir leurs familles restées au pays. Je n'oublie pas qu'au plus fort de la répression serbe dans les années 90, les autorités suisses ont modifié leur politique migratoire et privé des dizaines de milliers d'Albanais de Kosovo, de Medved, de Prešev, de Bujanovac et de Macédoine de leur permis, de leur travail et donc de leurs revenus si indispensables aux familles là-bas. Pendant très longtemps, la Suisse officielle n'a pas levé même le petit doigt face au régime de Belgrade et n'a eu aucune compréhension pour votre cause. Ce sont des femmes, des hommes et quelques associations qui se sont engagés à vos côtés pour vos droits ici et là-bas. Heureusement, à partir de 1999 et après la guerre, la Suisse officielle a commencé à apporter un soutien important au Kosovo. Des bonnes relations multiples se sont développées. Cela me réjouit et j'espère que cela continuera et que les liens entre nos deux pays se renforceront. Mais je n'oublie pas ce qui s'est passé avant. Nous avons traversé ensemble ces années 80 et 90 noires de la répression. Conscient des enjeux et de la douleur qui vous frappaient au pays, épaté dans vos cœurs, ici, j'ai essayé d'être à vos côtés, que ce soit comme syndicaliste, travailleur social, fondateur et directeur de l'Université populaire albanaise ou comme député, mais avant tout comme citoyen engagé et militant. J'ai fait de mon mieux pour défendre vos droits et votre dignité selon mes moyens et parfois au prix de mes forces. Il est vrai que mes positions n'ont pas toujours été comprises par tous lorsque je dirigeais l'Université populaire albanaise, parce que je devais coûte que coûte préserver une unité fragile pour maintenir ce lieu de rencontre, d'information et de formation, enfin
aussi de le mettre à disposition à vous pour organiser le soutien de votre peuple. Oui, aussi pour organiser la lutte et votre combat. Les attaques incessantes des partis xénophobes qui vous utilisaient dans les années 80 et 90 comme épouvantail pour durcir les lois sur l'asile et l'immigration ne m'ont jamais découragé. Bien au contraire, elles ont renforcé ma détermination à vous soutenir, vous et vos organisations. Je suis heureux que ces années sombres aient laissé place à la lumière, à l'espoir, à l'indépendance et à la liberté. Même si le ciel reste parfois encore nuageux, voire orageux pour les Albanais là-bas. L'essentiel est que la Kosovo est aujourd'hui libre et que son peuple dispose de toutes les opportunités pour construire un avenir prometteur, à condition, je suis convaincu, que les forces politiques et surtout le peuple lui-même se mobilisent dans un esprit d'unité pour ce développement. Je suis aussi très heureux que les Albanais aient aujourd'hui trouvé leur place dans la société genevoise et suisse. Mais je ne vous le cache pas, et ça ne serait pas sorti au lit si je ne vous le disais pas. Le soutien de certains de vos compatriotes aux partis politiques suisses qui vous ont fait la vie si dure pendant aujourd'hui me chagrine profondément. Je voudrais terminer mon intervention en partageant mes vives inquiétudes concernant l'évolution du monde actuel et les guerres qui touchent avant tout les populations civiles, femmes, hommes, enfants, en Ukraine, à Gaza et ailleurs. Pensez-y et soyez solidaires avec celles et ceux sur qui s'abat une répression terrible actuellement, parce qu'ils veulent, tout comme vous, à travers votre lutte, la liberté, la paix et le droit à l'autodétermination. Vive la solidarité entre les peuples, vive la dignité et la justice, vive la liberté du peuple albanais, vive l'amitié entre le peuple suisse et albanais. Në vazhdim fjalën e ka pjesëmarrësi aktiv në këto demonstrata, ish kryeredaktori i Zërit të Kosovës dhe veprimtari i Lëvizjes Popullore të Kosovës, Beqir Beqa. Ju përshëndes të gjithë pjesëmarrësit që keni ardhur për të shënuar së bashku 35 vjetorin e demonstratave dyjavore të mbajtura këtu në Gjenevë, ku gati të gjithë ju keni qenë pjesëmarrës aktiv në te. Merci pour la présence de notre ami Uri qui toujours nous a suivis et puis même aujourd'hui il est là. Merci beaucoup. Voilà. Kjo demonstrat paraqet kulmin e mobilizimit të mërgjimtarëve shqiptar që jetonin jashtë dhe dhe që janë dhe jo vetëm, por mobilizoj edhe shqiptarët në Kosovë dhe viset e saj. Kjo demonstrat paraqiste kulmin e evolimit të luftës së qëllimtare, duke filluar nga demonstratat e vitit 1981, 1982 e demonstrata tjera të vazhdueshme në Kosovë. Të gjitha këto të orientuar në mobilizimin politik dhe organizativ të gjithë shqiptarëve kudo që gjenden tek një qëllim i vetëm, çlirimi i shqiptarëve nga shtypja serbe po edhe maqedoneze e malazeze për krijimin e Republikës së Kosovës. Në përgjigje të kërkesave të drejta të shqiptarëve në demonstratat e vitit 1989 për Republikën e Kosovës, pushteti shovenist serb dhe jugoslav folën me gjuhën e dhunës policore ushtarake dhe shtypjes së shqiptarëve. Shqiptarët u vraun, dhunuan,
burgosën dhe u dënuan me qindra vite burg. Burgjet e Jugosllavisë u stërmbushën me të rinj dhe të reja të Kosovës, të cilat kërkonin vetëm një gjë, kërkonin barazi Republikën e Kosovës. Fushata antishqiptare politike, kulturore, juridike e policore ishte bërë boshti i politikës shoveniste serbo-jugoslave. Kosova që suprimua dhe edhe autonomia ekzistuese e vitit 1974, përmes dhunës dhe mohimit të gjitha të drejtave të shqiptarëve, apartheidit shpresonin të shtypnin e nështronin shqiptarët. Ndryshimet gjeopolitike që u paraqiten në lindje përfshin edhe Kosovën me specifikat e saj. Pluralizmi politik dhe partijak në Kosovë krijoi partitë që sollën lirinë e shprehjes dhe një lehtësim në hapësirën politike, por pa ulur dhunën dhe represionin policor mbi shqiptarët, por përkundrazi duke rritur atë. Demonstrata 2 javore ishte evolim logjik i forcimit organizativ të lëvizjes çlimtare, ishte shprehje e pjekurisë politike dhe organizative të LPRK-s. Ishte hera e parë që ndërmirëi organizimin një demonstrate me kozgjatje të tillë, 2 javore, pa ndërprerje, e cila ishte një sfidë e madhe dhe kërkonte një përgjegjësi të lartë organizimi. Kërkonte mobilizim dhe sinkronizim në shumë drejtime. Angazhim të madh të energjive të aktivistëve të LPRK-s dhe çdo ngjesje dhe rrjedhim i padëshiruar i demonstratës ishte përgjegjësi e jona, përgjegjësi e LPRK-s. Objektivat e drejta politike të shqiptarëve nuk mjaftonin. Kërkohej organizim i gjerë i antarësisë dhe simpatizantëve të LPRK-s, të propagandimit të demonstratës tek mërgjimtarë dhe në Kosovë, logjistikës, rrjedhjes së demonstratës, përmbajtjes ditore dhe 2 javore të gjithë kozgjatjes, komunikime me opinionin perëndimor, shtypin dhe organizmat ndërkombëtar. Vendimi për mbajtjen e demonstratës 2 javore u mor në mbledhjen e kryesisë dhe të Këshillit të Përgjithshëm të degës së LPRK-s jashtë vendit me 12 mars të vitit 1990. Ajo do të mbahej nga 19 maj deri më 2 qershor 1990 në Gjenevrë. U shpall mobilizim i gjitha rrodhët të organizuara të LPRK-s në diasporë e Kosovë. U mbajtën qindra tubime të organizuara të gjithë diasporës për të mobilizuar mërgjimtarët për këtë demonstrat, u shpërndan thirrje dhe u rritën lidhjet me mërgjimtarët për pjesëmarrje në demonstrat. U forcuan dhe u krijuan lidhje të reja me të gjitha shoqatet, klubet, grupet organizuara jashtë LPRK-s për të rritur mobilizimin sa më të gjerë për pjesëmarrje. Ju dërguan ftesa dashamirëse për pjesëmarrje në demonstrata të gjitha partive politike legale që tani ishin krijuar në Kosovë dhe degëve të tyre jashtë vendit. Ju dërguan ftesa të gjitha organizimeve që vepronin në Kosovë dhe diasporë, jo vetëm për të marrë pjesë në demonstrat, por edhe për të marrë fjalën dhe për të shprehur pikpamjet e tyre. U përgatit plani i detajuar i organizimit dhe u krijuan sektor të veçantë për ecurinë normale të demonstratës. Zëri i Kosovës dhe Radio Zëri i Kosovës në gjuhën shqipe dhe frënge u vënë tërësisht në shërbim të demonstratës dhe informimit të opinionit shqiptar dhe ndërkombëtar. Duhet përmendur dhe falenderuar edhe organet zvicrane nivelin federal dhe të kantonit të Gjenevës, që gjithë kohën ishin miqësor, që akorduan leje në organizimit të demonstratës dhe ofruan strehimore në shërbimin tonë për të strehuar mërgjimtarët që vinin nga rajonet e largëta.
Demonstrata u mbaj çdo ditë para selisë së OKB-s në Gjenevë, prej orës 10 deri në mbrëmje ora 18, ndërsa 3 të shtunë me 16, 26 dhe 2 qershor u defilua nga qendra e qytetit Mont Blanc deri tek selia e OKB-s. Në mëngjesin e 19 majit, sheshi Mont Blanc ishte mbushur me rreth 22.000 manifestues të mbledhur nga gjitha anët e Zvicrës, Gjermanisë, Francës dhe të gjitha vendeve të Evropës, edhe nga Vendindja, për të marshuar drejt selisë së OKB-s. Sheshet e Gjenevës jehonin nga brohoritjet e manifestuesve. Republik, të ndalet terrorin në Kosovë, liberté, ndërsa pankartat e shpalosura tregonin qëllimin e manifestimit, të ndërpritet terrorin në Kosovë, liria e shprehjes, shtypit dhe organizimit, liri për të burgosurit politik Kosovës t'i njihet statusi i Republikës. Me 20 maj ishin rreth 15.000 vetë e diele. Të shtunën me 26 maj, numri protestuesve arriti në 30.000 pjesëmarrës, ndërsa ditën e fundit, 2 qershor, për të shpërthyer me pjesëmarrje rreth 50.000 protestues. Ku krijua përshtypja se gjithë Gjeneva kërkonte liri për Kosovën, kërkonte Republikën e Kosovës. Çdo ditë gjatë 2 javëve të protestës kishte një program të menduar dhe përgatitur mirë nga kryesia e LPRK-s. U mbajtën fjalime mbi situatën në Kosovë çdo ditë. Jugosllavi dhe Megjër u shpaluan temat të historisë së luftës së çlimtare, periudhat e egra të terrorit serbamadh dhe të forcimit të organizimit të rezistancës sonë çlimtare. Para protestuesve u shfaqën edhe programe kulturore me muzikë patriotike, volle dhe recitime. U lexua numri i madh i përshëndetjeve nga Kosova dhe viset nga gjithë Evropa e deri te Australia, ku shprehin mbështetjen e demonstrantëve para OKB-s. Me 17 maj, Lëvizja Popullore e Republikës Kosovës në Prishtinë shpërndau një trakt në Kosovë, i cili u shpërndau dhe jashtë vendit, në të cilin paraqitnin terrorin e vazhduar mbi shqiptarët dhe ftonin të gjithë që të përkrahin demonstratën 2 javore para OKB-s për të njohur statusin e Republikës së Kosovës. Peticioni drejtuar sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Këshillit të Sigurimit, në të cilin kërkohej që të bëjnë presion mbi Jugosllavinë e që kërkonte të ndërpritet terrori dhe gjenocidi në Kosovë, të ndërpritet politika anti-shqiptare në Kosovë, të ndërpriten proceset e inskenuara gjyqësore, të respektohen të drejtat e njerit dhe të qytetarit në Kosovë, i cili peticion u dorëzua në emër të demonstruesve nga një delegacion i LPRK-s me 21 maj. OKB-s në atë rast i dorëzohet edhe peticioni i nënshkruar prej 9.817 nënshkrimeve, ku delegacioni edhe u pranua në selin e OKB-s për të biseduar rreth peticionit dhe çështjes së Kosovës. Në vazhdim, vazhdoi nënshkrimi i peticionit, ku me 2 qershor peticioni ishte nënshkruar nga mbi 28.000 protestues. Me 30 maj u kthye përgjigjja e shefit të sesionit për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Gjenevë, Jakob Müller, ku njoftonte se peticioni ka hyrë në procedurën të rregullt të shqyrtimit. Çdo ditë nga protesta u lëshua komunikata për shtypjen e gjuhës shqipe, frenge, serbokroate. Njoftuan misionet e shteteve të ndryshme, gazetarët. Ju dërgua telegram sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, letra, apele, telegrame institucioneve ndërkombëtare për rrjedhjen e demonstratës kur kërkohej që të denohej terrori shtetëror i shovenizmit serb në Kosovë. Demonstrata 2 javore pati jehon të madhe në shtypin televizionin e kohës. Në Shqipëri, Zvicër, Evropë dhe gjithkund. Zëri i Kosovës e quajti Kosova para OKB-s. Zëri i popullit gjithashtu. Shumë mjete të informimit pasqyruan demonstratën. Gazetat zvicrane Le Matin e titulloi Vol e kuqe mbi Gjenevë.
Gazetat tjera, La Sfis, Tribune de Genève, La Courrière, 24 orë, Vjesnik, 24 orë, Vjesnik nga Zagrebi pasqyruan tërësisht kërkesat e drejta të protestuesve para OKB-s. Televizionet zvicrane, austriake e gjermane pasqyruan shumë pamje dhe i transmetuan kërkesat e demonstratës. Objektivet e organizatorit LPRK-s u realizuan në shkollë të gjerë. Ndërkombëtarizimi dhe afirmimi i çështjes së Kosovës, çështja e pazgjidhur e Kosovës hyri në administratën dhe zyret e OKB-s. U realizua një mobilizim i gjerë dhe i paparë më herët i popullit shqiptar në Kosovë dhe Mërgat në gjithë Evropën, Amerikë deri në Australi. LPRK-ja dhe lëvizja qërimtare tregoi aftësinë e organizimit dhe menaxhimit në shkollë të gjerë të manifestimeve ardëtare. Demonstrata 2 javore 19 maj deri me 2 qershor në Gjenevë mbetet në mendjen e popullit shqiptar si etapë e re, një ngritje të një niveli më të lartë të luftës shërimtare. Duhet falenderuar edhe shoqërinë Lëvizja që ka organizuar këtë shënim të 35 vjetorit të demonstratës 2 javore. Qysh po përkujton edhe shumë data tjera me rëndësi të lëvizjes shoqërimtare deri te lufta armatosur nga OÇK-ja për të sjellur memorien e sakrificave të mëdha me gjak, me mund djerës deri tek liria jonë, Republika dhe shteti i Kosovës. Faleminderit. Demonstrata ishte përgatitur për disa muaj. Barra më e madhe për organizimin e saj me që ishte në Gjenevë, ura shokëve të Gjenevës, veprimtarëve tonë dhe shokëve që vepronin në Gjenevë dhe rrëthin, e në veçanti bashkëveprimtarit tonë Basri Misini, shtëpia gjithësisht banesat e cilit në atë periudhë ishte bërë si bazë logjistik për këtë demonstrat, kështu që për të evoku disa kujtime për atë periudhë, e ftojmë që ta merr fjalën Basri Misini. Faleminderit Basri. Përshëndetje për të gjithë, pjesëmarrësit edhe ata që s'kan mund me ardhë, po me qenë se u thanë disa pjesa dërmuese e gjëra, unë do të flas vetëm këtu për organizimin që kem pas në Gjenevë, qysh në muajin mars ishin në Basel të Zvicrës tek shoku ynë Fadil Vata, i cili ishte në spital me kryesinë e lëvizjes popullore për Republikën e Kosovës, Emrosh Xhemalin, Gafor Elshanin, Ali Ahmetin, Gjajt Halitin, dhe bisedonëm për një demonstrat, se ne i bëshëm një ditëshe, mirë po bisedonëm për një, si mund ta bojna një më gjatë. Dhe aty morëm, bëhet, nuk bëhet, unë thash për mobilizim, për logjistik, për në Gjenevë e marrën për sipër, e tjerat ju merrni. Edhe ashtu na doli. Dhe fillova me kërkesën për lejen pranë organeve kompetente, të cilat i falenderoj jashtëzakonisht se janë sjellë në mënyrën më adekuate me neve, dhe tani morëm edhe lejen në podromin e proteksion civil, i cili ishte në Verambeg, jo larg Kombeve të Bashkuara, ku aty ishin 350 shtretëri dhe e kishin kuzhinën. Për çdo ditë 2 javë aty kanë fjetë ka 350 dhe 400 vetë. Vikendet kanë fjetë edhe 700. Kuptone që ndruen, ka 2 orë me bëgjëm se pe lartë i qartë. Me 24 majnë vërdet, policia më thiri dhe më tha, Misini do të me shku me anullu qëtunë se me 26 maj vjen Jaser Arafati dhe Hamidi për bisedime dhe do të me ndru lokacionin. Unë thash jo me ndalë jo se vinë, po thash e ndrojmë lokacionin të dhe na kanë qunë pranë Pali. Pranë Palia ka qenë plotë si pranë Pali, kush është për Gjenevë se din, aty ka qenë komplet me popull. Njëherët unë e falenderoj jashtëzakonisht gjitha ato nona shqiptare që kanë qenë në Gjenevë, që na kanë pru ushqime, se
i kanë pru tepsinjat, e kanë pru buke, na kanë pru pije, na kanë pru ato që kanë pas mundësi, kuptohet. Dhe me 2 qershor, mbi 50.000 vetë kanë marrë pjesë në demonstratë. Në ora 9 policia prapë më ka thirrë dhe ka thonë Mysi Misini duhet më nisë Lozan Zhenev, është autobani i blokun. Vetëm me shqiptar, flamuj shqiptar. Jena nisë Pimon Blanc aty, në 15 kena mritë e këmë dashkume, nuk ka pas asë një qarkullim aty, këtë rrugët janë kanë të mbyllura, vetëm për protestus. Dhe tjerat shokët i thanë gjitha kështu, ju falenderojmë të gjithve për pjesëmarrjen. Një herit ftoj Adem Salihin që t'ja doj një minjoje Sami Gjahlit. Të nderuar të pranishëm në vazhdim, ftojmë flautistën e re, Morea Ragip Shala, për ekzekutimin e moshit të uçekes në flaut. E pastaj rapsodet nga Gjeneva do të prezantojnë një program të shkurtër kulturor-artistik.
Basharit, Kosova, na pjesën në Shqipe, ju duhet për pace, sa i Pajaziti, lidhe me pushkën e pace. Loti zmohet gjak, gjaku zmohet lot, një zot është një qel, një Shqipëri. Në Kosovë, sa ka nis me arë, një lot e kuntelin për pari pastiu, i një konoshenci, zgjeve në lebe miu. Loti zmohet gjak, gjaku zmohet plot, një zot është në qel, një Shqipëri. Da sën të shërzeni, vazhdo të ashtrojmë somre. Loti zmohet gjak, gjaku zmohet lot, një zot është në qel, një Shqipëri tonë. Akim Ramadani, jam si në bakun. Loti zmohet gjak, gjaku zmohet lot, një zot është në qel, një Shqipëri